Pas tërmetit 6.7 ballësh që shkaktoi 2 të vdekur e me 10 të plagosur, turistët kanë nisur të rikthehen në plazhet e ishullit grek të Kosit, ndonse frika e përsëritjes së lëkundjeve të dhunshme të tokës nuk është fashitur ende. No, I am really scared. Jam shumë e frikësuar, vërtet, natën sidomos, sepse ka pasur dhe lëkundje të tjera, ndaj akoma nuk jemi të qetë. Disa e kanë prerë biletën e kthimit. Ne do të kthehemi të hënën, kështu që edhe për 2 netë të tjera do të na duhet të flejmë jashtë. Vendasit duken më pak të trembur. Jeta vazhdon e pavarësisht kësaj që ndodhi, çdo gjë do të rrihet si normalisht. Tani ne duhet të kënaqemi e të argëtohemi edhe më shumë se më parë. Turisti britanik Andrew Simmons është më optimist se sa holandezët. Pas 24 orësh nuk ka më probleme. Çdo gjë është rikthyer normalitetit. Hoteli ku po qëndrojnë është i mrekullueshëm. E sistemuan çdo gjë më njëherë aq sa duket sikur tërmeti nuk ka rënë kurrë. Dëmtime megjithatë pati, e që zona e vjetër e Kosit, plot me bare dhe klube argëtimi, u mbush me tulla e copra ndërtesash. Në mesin e objekteve të prekura ishte dhe një xhami e vjetër, minarja e së cilës u rrëzua, si dhe një fortesë e shekullit të 14 në hyrje të portit kryesor të ishullit. 5 janë personat që kanë marrë plagë të rënda nga tërmeti së premtes, dhe të gjithë ata janë transportuar me helikopter në spitalin e Kretës.